Tragedi në Prizren. Baba i vret 15 vjeçarën, plagosi tjetrën si dhe bashkëshortën. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Prizrenin mëngjesin e së martës. Një shtetas turk ka goditur me thik 2 vajzat e tij, 15 dhe 11 vjeçare, ku si pasojë i lëndimeve të marra, dyshohet se 15 vjeçarja ka vdekur në vendin e ngjarjes. Po ashtu lëndime ka marrë edhe gruaja 35 vjeçarit e të dyshuarit. I dyshuari M.P.G, i lindur në vitin 1981, është arrestuar dhe ndodhet në mbikëqyrjen policore në spital. Pasi edhe ai kishte pasur lëndime, pasi dyshohet se i ka shkaktuar vetës pas kryerjes së aktit. Tragjedia ka ndodhur sot rreth orës 5:50 në afërsi të rrugës Shote Galica, ku ndodhen disa banesa kolektive. Sipas policisë, emergjenca nuk ka arritur të ndërhyjë menjëherë në vendin e ngjarjes, pasi dyshuari qëndronte aty me thik në dorë. Si pasojë, në vend u dërguan disa patrulla policore. Vajza e lënduar rënd është dërguar për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Policia ka konfirmuar se të gjithë të përfshirët janë shtetas turq me banim të përkohshëm në Prizren. Ndërkaq kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren, Petrit Kryezio, thotë se nuk dihet motivi i vrasjes, ndërkaq i dyshuari s'ka të kaluar kriminale.